Shiko, ata vërtetësinë e ka zbuluar, problemi është që vërtetësia kur shkon në gjykat duhet provuar me prova. Pikërisht kjo është historia aty. Prokuroria për sa kohë ka ushtruar kontrollet e ka shkuar drejt vërtetësisë së këtij denoncimi apo jo, këtij kallëzimi të bërë. Aida, nuk ka ndryshim për mendimin tim procedurial për Nureddin Dumanin, i cili ka 1001, le të themi, ngarkesa penale, të cilat pjesën më të madhe të tjera ai ka pranuar vetë dhe ka treguar dhe vetë, për këtë arsye është bërë dhe i penduar i drejtësisë. Nëse ti i shton edhe një vepër tjetër penale, nuk i ndryshon as edhe një gjë. Jo, po kjo vepër penale që shtohet është në kohën që ky ka marrë statusin e të penduarit drejtësisë dhe qëndron në burg. Nuk ka lidhje fare. A mundet që pak të herë ti bëj një lloj presioni në këtë histori, sepse dyshon që Nureddin Dumani mund të jetë personi që mund të ketë vendosur Tritolit. Do të heqim statusin e të penduarit zotëri. Po nuk ja heq atë status, sepse po të thënë një tjetër, atë status të penduarit ai ka dhënë për vepra të tjera penale për të cilat Spaku ka pas interes. Se në rast të kundër nuk ishte pse ta bënte të penduarit drejtësisë. Ka pas interes dhe interesi është në gjykim e sipër. Nuk kthehet më mbrapsht kjo histori. Pra, nuk mund të ç'bëhet në rast po nuk ç'bëhet sepse Nureddin Dumani tani çështja e tij e ka kaluar në gjykat. Je duke folur për gjykatën, nuk je në fazën hetimore. Në fazën hetimore, derisa ti nuk shkon në gjykat, po mund të ndryshosh, mund të kesh një perceptiv tjetër, mund të heqësh një provë, mund të shtosh një provë tjetër bindse në raport me në momentin kur çështja shkon në gjykat, aty pastaj ka marr fund çekiçi. E ka më gjyqtarin dorë këtë histori. Nureddin Dumani mund të akuzohet dhe për XYZ vepra tjera penale. Pavarësisht kësaj, kjo nuk e ç'bën atë si i penduar i drejtësisë. Atje mund t'i thotë që, shiko, si i penduar i drejtësisë, neve nga burgim të përjetshëm po të vendosim 25 vite burg. Okej? Me qartë. Po. Kjo të 25 vite burg, atje mund të shtohet me 3, 4, 5, 15 vite burg të tjera në rast se ka vepra tjera penale të cilat vërtetohen në të shkuarën e tij, por nuk ka lidhje me akuzën nuk ka lidhje me gjyqin aktual. Me gjyqin aktual. Mund të jetë një fazë tjetër hetimore. Në rastin konkret, unë mendoj që Motrat Nikolli dyshoj tash, po i bën një autogol vetes, ose e kanë menduar fort mirë se çfarë po bëjnë, po kanë besuar fort domethënë që do ta çojnë hetimin larg vetes tyre. Do ta çojnë në një adresim tjetër. Spaku nuk u ka besuar. Nga mendja e tyre? Atë se di unë tani se mendjen e tyre s'futem. Spaku nuk e ka besuar, pikërisht për këtë arsye se nuk i ka besuar, i ka nga kallëzues, nga viktim, do t'i marri në të pandehur. Dyshoj tash. E qartë. Aida, siç e thash, domethënë u duk sikur kjo histori sigurisht e mbyllur kjo vrasje e Themullarit, në duke flasim, ose sigurisht Spak heton. Diçka në raport me Nureddin Dumanin në këtë histori. Dyshon pasi dolën edhe pamjet që ky personi fliste me këto vajzat, kishte Po, i nxori vetë Alda Nikolli në fakt në intervistën që ajo dha, i bëri publike të gjitha bisedat për trajtimin e Nureddin Dumanit në burg, fakti që kishte një palestër, që kishte internet dhe akses të vazhdueshëm në Skype, në laptop. Kështu që të gjitha këto, e thash, e ceka pak edhe në fillim, treguan një trajtim ndryshe të Nureddin Dumanit dhe ngritën pikpyetje që a duhet, pavarësisht se është i penduar i drejtësisë, që të trajtohet deri në këto kushte dhe deri në këtë pikë, dhe madje në atë kohë mbaj mend që kemi bërë edhe kërkesa të vazhdueshme tek Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve se si trajtohen dhe tek mbrojtja e dëshmitarëve, se si trajtohen të penduarit e drejtësisë apo dëshmitarët e drejtësisë, pra ka një protokoll të veçantë për trajtimin e tyre, a kanë ato disa të drejta. Por në fakt është që Nureddin Dumani, përveç se është i penduar i drejtësisë, është edhe i akuzuar për një sër veprash penale dhe për një sër vrasjesh të ndodhura në vendin tonë. Dhe të dyja këto balancojnë me njëra tjetrën dhe nuk ka pse të ketë një status të veçantë të trajtimit të tij të paktën, sa i takon përdorimit e internetit, aksesit me jetën e jashtme. Sepse duke patur akses me jetën e jashtme, ashtu sikur se ka folur me Motrat Nikolli, ngre dyshime që mund të folur dhe me persona të tjerë, por patjetër si penduar i drejtësisë ka të drejta të veçanta, këtë e dim fare mirë. Edhe statusi i tij është i veçantë dhe mbrohet nga mbrojtja e dëshmitarëve dhe mbahet po ashtu dhe në ambiente të veçanta në burg, të paktën proceduralisht kështu funksionon. Janë të veçuar, kështu që në qartë. Ai ka krijuar privilegje vetes vetë në raport me kjo shërbeu që t'ja mbyllnin disa aksese që Nureddin Dumani kishte, duke ja cunguar patjetër sepse të fakti që u bë shumë mediatik, ngren edhe shqetësimin tek burgosërit e tjerë. Jo, patjetër. Protestat në burg. Patjetër.
Mirë, atëherë për këtë çështje nuk besoj se kemi gjë tjetër sepse ky është çështja e timit, të paktën ka një lloj indizi tashmë, kjo çështje po hetohet dhe sigurisht. Më vjen mirë Andi, më duhet ta shtoj edhe këtë sepse patjetër. Kam qenë e para që kam shkuar në familjen e Enea Thomarajt dhe kam mbajtur dhe kontakt të vazhdueshëm me prindrit e Enea Thomarajt, me familjarët dhe më vjen mirë që të paktën kjo ngjarje do të zbardhet, do të marrë një lloj drejtimi se nuk kam rrjedhuar kurrë lotët e vazhdueshme të babait të Eneas, i cili përveç se qante faktin që djali i tij 26 vjeç krejt i ri humbi jetën krejt pafajësisht, janë dhe një familje me shumë probleme që kishin të vetmin krah punë këtë 26 vjeçar që ndroi jetë. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe realisht shpresojmë shumë që drejtësia. Në fakt nuk kam për ta harruar, mori përpara disa kohësh në telefon dhe ishte analiza e drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit edhe më thotë mua, dëgjoj Aida, pse tha drejtori i përgjithshëm i policisë, jam shumë i mërzitur. Pse drejtori i përgjithshëm i policisë tha që Elbasanin u mbyll pa ngjarje kriminale, pa një vrasje. Dhe për hir të së vërtetës, e kontaktova drejtorin e përgjithshëm të policisë dhe më tha po, ka shumë të drejtë, por fjalia ime u përdorë në konotacion të gabuar dhe unë kam folur vetëm për ngjarje kriminale me vrasje të drejtë për drejta, pra përplasje mes grupeve kriminale dhe pa diskutim nuk kam përjashtuar këtu rastin e hidhur të familjes së Artur Thomarajt dhe humbjen e jetës së Enea Thomarajt dhe pikërisht këtë u përpoqja t'i shpjegoja Arturit dhe unë mirë kuptoj, për fat të mirë. Por gjithsesi ajo është viktimë më shumë se sa e përplasjes së krimit të organizuar, është edhe viktimë këtyre përplasjeve të personazheve të botës showbizit, personazheve të luftës së TikTokut, të luftës së rrjeteve sociale, sepse kështu nisi e gjithë historia. Pra kishim Giovanna Nikolin, e cila kërcënoi Nureddin Dumani, kërcënoi në thonjza, kërcënoi dhe shantazhoi Nureddin Dumanin në rrjetet sociale dhe pas gjithë kësaj u pasua me vendosjen e tritolit, me akuzat ndaj Nureddin Dumanit që çfarë ka e dashura jote që na akuzon neve, pra u përplasën vajzat jashtë, u përplasën të burgosurit, të penduarit e drejtësisë brenda dhe në fund kush i mbajti pasojat? Një familje e pafajshme. Si shumë shpesh në ngjarjet e kohëve të fundit. Është realisht dhe shpresojmë shumë që këtë herë domethënë SPAK ti përmbyll këto hetime dhe ta çojë çështjen drejt zbardhjes për t'i dhënë drejtësi kësaj familje. Djalin e tyre nuk e kanë më pranë tyre, domethënë do i mungoj gjithë tjetën, por të paktën të kenë drejtësi ta dinë kush e vrau dhe ky person të marrin dëshkimin e merituar. Mirë, ne do të kalojmë në një tjetër çështje. Çështje me shumë interes këtë herë. Dhe bëhet fjalë për filetot e pulës, të cilat kanë hyrë nga Brazili në Shqipëri dhe janë rreth 14 ton, mos gabohem, të cilat kanë qenë me salmonel. Një bakteri cili shkakton dëme të merrësisht serioze në shëndetin e njerëzve. Megjithatë, një ditë më parë pati një njoftim nga autoriteti kombëtar i ushqimit dhe thot saktësisht, në kuadër të transparencës dhe informimit të publikut, si dhe në funksion të garantimit të sigurisë ushqimore dhe mbrojtjes së shëndetit të konsumatorëve, autoriteti kombëtar i ushqimit ka ndërmarrë një sër masash të menjëhershme dhe të strukturuara për të adresuar një situatë të identifikuar para disa ditësh gjatë proceseve të kontrollit të produkteve ushqimore të importuara në portin e Durrësit. Referuar analizimit në Jusuf në datën 21 mars për praninë të salmonela, thot, në një mostër produkt fileto e ngrirë e importuar nga Brazili. AKU ka ndërhyrë në mënyrë të koordinuar me strukturat përgjegjëse për gjurmimin, verifikimin dhe bllokimin e produktit në fjalë, si dhe përmarrjen e masave administrative dhe ligjore ndaj subjektit përgjegjës. Është inspektuar subjekti, thot AKU-ja, pra subjekti importues, për ndjekjen e gjurmueshmërisë, i cili është referuar në organet e prokurorisë rreth gjyqësor Tiranë për veprime të mëtejshme procedurale, për sa i takon elementeve të veprës penale për mosrespektim të kritereve të gjurmueshmërisë dhe dhënie të informacionit pasakt. Autoriteti kombëtar i ushqimit siguron publikun se situata është në ndjekje të vazhdueshme dhe se çdo veprim është ndërmarrë në funksion të transparencës, sigurisë dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Kjo ishte se çfarë thot AKU. Ndërsa ditën e sotme, pra këtë shtunë, Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim Arben Hoxhën, i cili është pronar i kompanisë AMG Food, si dhe vllajën e tij, Mondi Goxha, i cili është pronar i firmës Dimal. Po ashtu janë proceduar penalisht edhe 3 inspektorë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Gzim Hushi, Sada Lufta dhe Aldo Sinjari, pra për veprën penale shpërdorim i detyrës. Mirpo Aida Topalli ka ndjekur mirë këtë çështje ditën e dieshme, e ka investiguar gjëra gjatë. Aida, ushqimi i cili të mërshëm. Domethënë, sepse unë
me llojin më të rënd të salmonelës. Me lloj më rënd të salmonelës, ky është, ëh? Po. Ky është bakteri që është konstatuar në filetot e pulës, të ardhura nga Brazili. Shiko, ditën e djeshme kam bërë edhe një shkrim të gjatë në replik ku pasi u bë publik lajmi, pra që kanë ardhur filetot e pule të konstatuara me salmonel nga Brazili, sigurisht hyra dhe u interesova se kush është kompania që i ka importuar e më pas kompania që i ka shpërndarë në treg dhe çfarë ka ndodhur me institucionet përgjegjëse janë të ndryshme, por me të njëjtin pronar. Dhe çfarë ka ndodhur, dhe cila është puna e institucioneve përgjegjëse dhe si përfundoi ky produkt në treg. Pra, kur ky produkt u konstatua fillimisht, u mor monstra, u pa që është me salmonel, pse duhet të pritej një javë derisa të vërtetohej dhe të dilte analiza se çfarë lloji salmonele është dhe produkti përgjatë kësaj jave të mos ishte i bllokuar, por t'i jepej e drejtë kompanisë për të shpërndarë në treg. Pra këta nuk kanë bllokuar fare produktin, e kanë shitur, ëh? Produkti është shitur. Dhe pikërisht kjo është pyetja që të ngrehet dyshime që a ka një pakt këtu mes kompanisë dhe institucioneve shtetërore që janë përgjegjëse për të vërtetuar dhe për garancinë e ushqimit që shpërndahet në treg. Në 11 mars të vitit 2025, kjo sasi salmonele ka hyrë në portin e Durrësit. Dhe menjëherë, ashtu sikurse procedura e njeh, merret një monster e çdo produkti që hyn në portin e Durrësit. Dhe kur është marrë monstra, në përgjigjen fillestare të ISUV-it të ISUV-it, të Institutit që merret me vaksinimin, po, me vaksinimin dhe me verifikimin e cilësisë së ushqimeve, ka rezultuar që ka salmonel. Dhe ISUV nuk e ka ndaluar, bashkë me AKU nuk e ka bllokuar këtë sasi produkti që është detyrim që ta bllokojë derisa të dalë përgjigjja përfundimtare se çfarë lloj salmonela apo çfarë lloj bakteri përmban ky lloj produkti, ky lloj ushqimi. Në këtë një javë apo 7 ditë nuk ka patur asnjë njoftim nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit për të bërë me dije konsumatorin që ky produkt i cili ka hyrë në territorin tonë nuk duhet të konsumohet nga ana juaj pasi është gjetur salmonel. Se çfarë lloj salmonele është gjetur, kjo mbetet për të vërtetuar nga analizat e thelluara që po i bëhen këtij produkti. Produkti është marrë nga Dimali, nga kompania Pritse. Pra Dimali ishte shpërndarësi në treg i këtyre filetove që erdhen nga Brazili. Dhe importuesi është kompania AMG, të dyja këto kompani në pronësi të dy vëllezërve, Arben Goxha dhe Mondi Goxha, tashmë të shpallur në kërkim nga policia. Dhe në momentin që del përgjigja nga laboratori, shkohet në kompani dhe kërkohet produkti. Pra apo faturat, nëse është shitur apo jo në treg. Dhe në momentin që kanë shkuar në kompani, kompania ka thënë që ne kemi mbyllur, produkti është shitur, pra është shpërndarë tek supermarketet me të cilët ta kishin lidhje dhe nuk kemi bërë një njoftim të konsumatorit. Ndërkohë, në një përgjigje që Dimal SHPK dhe AMG-ja kanë sjell një ditë më parë pas gjithë bujës mediatike që ju bë, se të siguroj që po të mos ishte bërë bujë mediatike, as nuk do të ta kishin vënë ujë në zjarr fare dhe as konsumatorët do ta kishin ngrënë dhe nuk është një sasi krejt e madhe, është një konsumim që për një lagje të Tiranës me 20.000 banor i bie që konsumohet brenda ditës. Në njoftimin e sjell nga të dyja kompanit vjen re një detaj që për mua ishte shumë i shëmtuar. Kompania Dimal SHPK thonte që ne si kompani nuk kemi përgjegjësi që të shohim cilësinë e produktit që na vjen. Ne jemi thjesht kompania shpërndarëse në treg. Ndërkohë që përgjegjësinë për këtë produkt dhe për garancinë e këtij produkti e ka kompania AMG, kompania e cila është në pronësi me administrator Arben Goxhën, vëllain e Mondi Goxhës, pra kompania importuese, ajo përgjegjësja për cilësinë e këtij produkti dhe me aksioner 100% Mondi Goxhën. Pra po të hysh në QKB janë të gjitha këto të vërtetueshme. Dhe shohim se si kompanit me të njëjtin pronar ja pasojnë fajin njëra tjetrës, në vend që dalin dhe të thonë që ne kontaktuam dje në fakt edhe me Mondi Goxhën edhe në fillim tha nuk jam unë, pastaj e pranoj që jam dhe pastaj pranoj që është shpërndar një sasi në treg, nuk na e tha sasinë se sa është shpërndar në treg për konsumatorin, por e mbylli duke thënë që jam në një presion të madh për shkak të gjithë kësaj që ka ndodhur. Por pse ky presion i madh? Domethënë një sasi që për një kompani të paktën si për kapitalin e Dimalit, nuk është një kosto e madhe nëse nuk e shpërndan në treg, Andi. Që gjendet një problem, po. Pikërisht. Pra, do t'ishte më mirë dhe shumë herë më e mirë dhe shumë herë më e ndershme për këtë kompani që ta mbante të bllokuar dhe
të kishte përgjegjësinë e plot ndaj konsumatorit, se sa ta shpërndante në treg dhe megjithëse nga ana tjetër nuk është rasti i parë që ndodhin të tilla dhe u bë kaq mirë që u publikua dhe kishte reagim sepse të paktën të mos kemi raste të tjera të ngjashme që rrezikojnë jetën e konsumatorit. Aida, shumë faleminderit, do rikthem sërish se sigurisht ka ende disa pikpyetje. Avokat, do pyetje apo do shpresh direkt? Tani, se besoj ke dhe mlefin e... Jo, nuk e kam çështje mlefi. Tani, sepse do t'i bëj gjëra shumë personale. Unë personalisht në familjen time të gjerë, mund të kem mbi 20 vjet dhe këtë nuk e kam antipublicitet për kompanitë të cilat merren me sallameria, me gjëra të këtij produkte të mishit, por prindërit e mi e kanë të ndaluar kategorikisht nga ana ime sepse jam stresuar dikur në këtë aspekt dhe tani edhe një qoftë se një kompani XY këtu është me të vërtetë kompani me standarde, unë prap nuk e refuzoj në mënyrë absolute sepse më mjaftoi një herë, tha, nuk duhet ta bëj 2 herë. I fryn dhe kosit. Okay. Dyta, kam pas fatin të kem 2 raste identike në 2018 dhe 2020 që kanë mbrojtur kompani të cilat kanë pas këtë lloj problematike. Jo fiks me mishin e pulës, por me produkte tjera, bi medicinale dhe gjëra të tjera të cilat ishin kontaminuar nga salmonela dhe e njoh pak a shumë si gender. Ktu ka një problem shumë të madh që nuk lind vetëm nga ai që e importon. Okej? Si tha. Këtu problemi është që këta lejojnë që të importohen produkte të tilla, se ka diçka. Pra është faj, unë këtu nuk ja vë fajin fare kompanisë. Unë këtu ja vë fajin institucioneve tona shtetërore, duke nisur që nga Ministria, më fal Nardi, duke nisur që nga Ministria e Bujqësisë, tek Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, tek Instituti i Shërbimeve të ISUV-i, i Shërbimeve Veterinare, tek të gjitha këto hallka ku duhet të kalojë cilësia e produktit. Kompania në rregull është, në fund ditës ka dalë në treg për të fituar, qoftë edhe duke luajtur me jetën e konsumatorit. Po sigurisht. Se nuk është një habi e madhe që të luajë me jetën e konsumatorit, se kemi parë. Kur ti importon apo eksporton, se ne jemi dhe eksportues. Kur ti importon apo eksporton ka një set dokumentacioni. Ai seti dokumentacioni nuk është kot, hajse për shemb, ka certifikatën e origjinës, ka analizat e mallit për të cilën ti për produktit dhe ndoshta, se unë nuk e di këtë, ai do të dhe më mirë se unë, kompania në rastin konkret mund i ketë të kopësitura letrat yll fare. Problemi qëndron që në jo më kot ky shteti jonë dhe gjitha shtetet europiane, në të gjitha pikat doganore kanë të stacionuar një person të AKU-s. Në të gjitha pikat kufitare të Shqipërisë, është një person i cili duhet me patjetër që t'i japin të drejtën që ky mall tani të futet në treg. Pra është në Qaftan, është në Kapshticë, është ku duhesh ti. Por në Durrës s'bëhet fjalë fare. Aty nuk është një, duhet të janë 10. Është grupe, patjetër. Më kuptove? Për shkak se se aty kalon në hallkën e parë. Aty kalon. Tani pyetja ime është si ka kaluar ky mall? E ka kaluar, pra ja ka dhënë të drejtën futun treg ti atë. Por unë thot, do të bëj analiza të mëtejshme për të verifikuar se çfarë lloj salmonele është, po ti le të jetë salmonel, vazhdo të shitet në treg. Ky është problemi. Dhe kompania e thashun është në rregull. Ka 2 gjëra. Ka shfrytzuar ne dhe kodin penal e kemi goxha rigjid në këtë aspekt. Nga nini 288 në vijim të kodit penal, ti dënohesh deri në 15 vite burg nëse le të themi akuzohesh dhe vërtetohet që e ke shkaktuar një dëm të tillë deri në 15 vite burg. Problemi qëndron që sot e 35 vjet nuk është dënuar në njëri për këtë kësi lloj gjërash. Dhe ma beso këtë. Unë më shumë do dënoja këtë njeri se sa atë që do sillte një ton me drogë në Durrës. Po kjo është... Pse? Se drogën e merr ai që ka qef ta provoj, kurse atë ushqimin e merr çdo kush. Mos është mëri pra. E kupton? Ky është sensi i gjës, jo se droga është më pak e rrezikshme se sa pula. Po ky është konsum masiv apo? Po ky është konsum masiv. Dhe në rastin konkret ti një pjesë mirë për shkak se filetot e pulës, më fal Nardi prap, për shkak se filetot e pulës janë dhe më pak të kushtueshme. Një pjesë mirë e familjeve e madhe, familjeve shqiptare. E kanë konsum përditshëm ata. Unë ha për ditë more, unë vet konsumoj çdo ditë fileto pulë, çdo ditë sepse nuk kanë mundësi që të blejnë mish tjetër. Po ai e han edhe jo thjesht për çështje kështu, por edhe për çështje dietetike. Sepse është çështje dietike pastaj është akoma domethënë nuk është mish i kuar për shkak të
për shkak nuk është proteinë, domethënë, po tash i marr proteinën bashkë me salmonelën, ëh? Po ky është problemi, sepse ti këtu neve akoma nuk na star boja e atij hetimit që nuk e morën vesh akoma të atyre mbetjeve. Super të rrezikshme që erdhën nga Tajlanda, bën një xhiro erdhën këtu. Su morë vesh se ç'a ndodhi me to.